Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në prezantimin e programit për konkursin ndërkombëtar të Qendrës për Drejtësi. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë tha se ky investim kërkonte një financim të madh për infrastrukturën administrative, por njëkohësisht edhe më i rëndësishmi për t'u realizuar. Panorama e këtij rrugtimi që kemi vendosur të bëjmë për t'i dhënë Shqipërisë një qendër të re drejtësie, e cila tjetë jo vetëm një qendër që të garantojë të gjitha kushtet dhe standardet për ata që punojnë aty, por edhe tjetë një tjetër vlerë e shtuar për kryeqytetin, për Shqipërinë nga hyrpamja arkitektonike. Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ilir Rusi, tha se përmirësimi i infrastrukturës dhe krijimi i këtij poli të ri të drejtësisë shkon paralel me përmirësimin e sigurisë në gjykata. Gjyqtar, atë çfarë do të përshëndesja është që infrastruktura shkon paralel jo vetëm me rritjen e aksesit të përdoruesve të gjykatave, po flas për gjykata sepse jo shpreh vetja kryeministri në Këshillin e Gjyqësorit të Qeverisë Gjyqësore, sepse përdoruesit janë si qytetari mirë thjesht, njëkohësisht ata që punojnë në përditshmëri. Dhe përmirësimi gjithnjë më tepër infrastrukturës i konkretizuar me këtë angazhim dhe nisur nga ana e qeverisë për ndërtimin e polit të ri të drejtësisë, shkon paralel edhe me një objektiv madhor që është çështja kombëtare, që është rritja e sigurisë në gjykata. Jo të atyre që vetëm punojnë, por atyre që i përdorin këto gjykata. Në fjalën e tij, kryeprokurori Olsian Çela e konsideroi qendrën si një proces serioz e vizionar që do t'i shërbejë shumë institucioneve të sistemit të drejtësisë. Ndër të tjera, Çela u ndal edhe te një shqetësim që lidhet me afatin kohor që do të marrë realizimi i plot i procesit, duke kujtuar se gjatë kësaj kohe duhen marrë parasysh edhe nevojat e këtyre institucioneve. Unë do ta vlerësoja shumë pozitivisht këtë procesi ka nisur, seriozitetin e tij. Ne u takuam para disa muajsh me ministrin Mamallari dhe me zonjën Kokona. Ka disa vite që ne bëjmë përpjekje bashkë me Këshillin e Lartë Gjyqësor për gjetjen e një zgjidhje për prokuroritë e shkallës së parë, gjykatët dhe ato të apelit, të cilat në fakt kishin ngesur, por në fund duket se procesi nisi dhe është një proces mjaft serioz, është vizionar. Mendoj që është zgjidhje afatgjatë, moderne. Dhe i përgjigjet para shumë atyre që janë nevojat tona, edhe duke pasur një, le të themi, fleksibilitet në mënyrën se si parashikohet edhe rritja organike e të gjitha institucioneve. Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, e konsideroi gjithashtu këtë një vepër tepër të rëndësishme për dhe në shërbim të drejtësisë. Sipas tij, pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet pa llogaridhënie, ndërsa shtoi se reformat në drejtësi nuk po bëhen për vetëm këtë mandat, por për Shqipërinë e së ardhmes për të vendosur drejtësinë shqiptare në nivel europian. Reforma në drejtësi ishte dhe mbetet programi më i guximshëm dhe vizionar i kryeministrit dhe qeverisë shqiptare, pjesë e së cilës kam nderin të jem. Ajo solli ndryshime të thella kushtetuese, ngriti institucione të reja dhe bashkë me to ngjizi një frymë të re të zbatimit dhe respektit ndaj ligjit, duke lënë pas kulturën atavike të pandëshkueshmërisë dhe krijimit të një raporti gjithmonë më të shëndetshëm mes individit dhe institucioneve. E megjithatë, teksa nevoja për ndryshim rrënjësor dhe pritshmëritë e qytetarëve për një drejtësi të re ishin themelet e reformës në drejtësi, besimi publiku tek shërbimi ofruar mbeten njësia matëse dhe kushti i panegociueshëm i qëndrueshmërisë së kësaj reforme dhe institucioneve të dizenjuara për saj. Qendra e re për drejtësi është një pol i ri urban i godinave të sistemit të drejtësisë si domosdoshmëri për mbështetjen e mëtejshme të pushtetit gjyqësor.